رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله صير القرآن وصبح إمامه يبشر ترى الرحمن يعلي مقامه من يتبع الشيطان يسمع كلامه يسوقه درب الخزي والندامة من صير القرآن وصبح إمامه يبشر ترى الرحمن يعلي مقامه من يتبع الشيطان يسمع كلامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falënderimi takon Allahu Jalla wa Ala, po që dhe mëshira Allahut mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë më të mirë deri ditën e gjykimit. Vazhdojmë me spjegimin e librit Kitabu Tauhid, njëshmëria e Allahut subhanahu wa taala nga hoxha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu më shëroft, i cili për kaptinën e thirrjes në shahadetin la ilaha illa Allah ka sjell edhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Sahl ibn Sa'd nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai ka thonë në ditën e Khayberit: la u'tiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në ditën e luftës së Khayberit, e cila ka ndodhur në vitin e 7 të hijretit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këto në këtë vend ku i kanë luftu jahudit, të cilët kishin ardhur në këtë vend shumë më herët në gadishin arabik për të pritë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirë po kur ardh nuk i besun, dhe se kishin prish marrëveshjen me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tha Muhamedi alaihi salatu wasalam: nesër do t'i jap flamurin një njeriu i cili e don Allahun dhe të dërguarin e Allahut, dhe e dojnë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë njeri. Yaftahu Allahu ala yadayhi, Allahu do t'a ban çlirimin në dorët e tij. Fabata an-nas yudrikuna lejletahum, të transmetuesi, dhe njerëzit ranë me fjet, mirë po i hajke dhe i brejke se kush është ky person i cili të cilit don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mja dhon flamurin nesër. Ayyuhum yu'taha, kush është ai person? Falamma asbahu gadan ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Që të gjithë shpresonin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që t'u jep ai këtë flamur, nga se e lavdroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë person. Faqala, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: Aina Ali ibn Abi Talib? Ku është Alija i biri i Abu Talibit? Faqila huwa yashtaki, i than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: ati i dhamin syt. Faqala fa arsalu ilayh, tha dërgoni dikan dhe thirrni atë person, let vjen. Fa basaqa fi aynay, tha transmetuesi i gjojtën apo i pështimu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diçka për i pështimën së vet në sytë e tij. Fa bara'a ka'an lam yakun bihi waja'un,
dhe u shëruki derisa sikur mes me pas dhimt. Fa atahu rajata dhe ja dha flamurin. Fa qala infidh ala rislike dhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hats dhe shko vazhdo hatta tanzila bi sahatihim derisa të zbrach në fushat e Khajberit thumma du'uhum ila al-islam pastaj thirrja ata në islam wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqi Allah ta'ala fi dhe la imroj ata njerëzi për hakun e Allahut subhanahu wa ta'ala ndaj tyre fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Dhe në fund është ajo dëshmia për të cilën sjell hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tha se pasha Allahun me kanë që Allahu e udhëzon një njeri duke kanë shkak ti, duke kanë sebeb ti, o Ali, khairun laka min humurin na'am. Kjo është më khair dhe më e mirë dhe më e dobishme për tyje se me t'i dhanë gjitha deve të kuqe, e cila aludon për pasurin, nga se kush ka pas deve në të vakt, ka pas pasuri. Kjo hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tregon natyrën e thirrjes së fesë islame. Se si feja islame apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo Allahu jalla wa ala don që njerëzit të kthehen në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Feja islame nuk i urren njerëzit pse janë të bardh apo të zi apo janë të varfër apo e kanë prej ardhin prej jahudive apo janë semit e kështu me radh. Në fenë Allahu xhalla wala gjithë njerëzit kanë drejt me hi në islam. Prandaj se ka humb shpresën Muhamedi alayhi salatu wassalam me këtë hadith, se ka humb shpresën që këta jahudi të cilët kanë njohuri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me hi në fenë islame. Dhe e urdhëroi Aliun radiallahu anhu në këtë rast që t'i thirë në fejnë islame. T'i thirë në fejnë islame. Fe idha nëzëlte bisahatihim, i tha kur të zbraq në fushën e tyre, fed'uhum, thiri në ata që e kanë hak para Allahu subhanahu wa ta'ala. Që që në islam na nuk e mohim që ka pas luftra dhe qlirime e kështu më rath. Si s'dijet do tëtë në për librat islame që përmendet qëllimet e luftës në islam. Mirë po, prej qëllimeve kryesore është arin thirrja islamet e njerëzit. Nga se siç është e njohur, shumë prej pushtetazëve, qeveritarë ndryshëm dhe mbretërve të ndryshëm janë pengesë mes njerëzve të thjeshtë dhe udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala. Nga se ose i pengojnë njerëzit thirrsa me thirrje në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, ose bën pengesë barierën këtë rast tek populli i tij që mos arrin asesi të e vërtetë. Njënën për dijave i bojnë apo të dyja i bojnë në këtë rast. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhëroi Aliun radhiyallahu anhu që t'i thirrë në islam dhe t'ua tregon hakun e Allahut subhanahu wa taala. T'ua tregon hakun e Allahut subhanahu wa taala. Njerëzit të cilët nuk janë udhëzuar në udhëzimin islam, njerëzit të cilët nuk i kanë besuar Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këta njerëzi të dopt islami i thërat dhe i ban rahmet dhe i mëshiron dhe islami don me fjalë njerëzit me hin islam. Mirë po nëse ata nuk pranojnë apara asaj një ashtu kanë sulmuar dhe kanë tradhtuar islamin dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, prandaj e ka urdhëruar Aliun radhiyallahu anhu ta merr flamurin dhe të jetë udhëhec i ushtrisë islame ku ka shkuar në Khaybar dhe është bë sebeb e ka shiruar Aliu radhiyallahu anhu Khaybarin në këtë rast. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith tregon qartë se ti do të jesh shkak për çlirimin. Do thotë çlirimi i Khaybarit zbat mohabet 100%. Kush e ban? Rajul, njani prej njerëzve i cili e don Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një element që duhet me kanë të muslimant, që për t'u adhënë Allahu subhanahu wa taala shkaqet e çlirimit muslimanëve në kohën e sotit, duhet me dash Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë se çdo sen, e cila dashuri është shkak për shumë sene në këtë dunjë.
dhe se është vepra kryesore e zemrës dhe udhëheqësia kryesore në iman të njerëzve, e cila dashuri nëse hin në zemrat e njerëzve ban çuditëra. Këtë ka pas Aliu radhiyallahu anhu, po një ashtu edhe Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë dashur Aliun radhiyallahu anhu. Dhe ka pas këtë cilësi dhe i ka dhënë flamurin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si udhëhec, dhe një ashtu sahabët kanë dashur dhe kanë pas merak më kanë në këtë lavdrat të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me kështu do të më kanë muslimanët çdo herë që dikush prej njerëzve e ka një cilësi të cilën ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, të lakmojnë jo të kenë zili. Të lakmojnë jo të kenë zili, të kenë inati, pse e ka ata dhe ta lusin Allahun subhanahu wa taala të ashduk. Jo, mirë po don dhe ka merak njeriu dhe ka dëshirë dhe lakmin këtë rast që të bëhet për këtyre njerëzve që i ka lavdruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tha: "La an yahdi Allahu bika rajulan wahida." Nuk i tha vetëm Aliut radhiyallahu, po edhe neve. Me kanë që udhëzon Allahu subhanahu wa taala njëri, ba shkak te khairul laka min humurin na'am. Ma mirë është për ty se me t'i dhanë gjitha devet e kuqe të cilet kanë qenë më të shtrenjta në atë kohë. Tash kjo është sinonim apo aludon për ata se është më mirë se me kanë pasuni që i më i madh. Apo në hadithe tjera, sikur që ka ardhur nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ad-dallu ala al-khairi ka fa'ilih. Ka thënë ai cili thërat në khair, ai cili thërat në khair, është sikur ai cili ka vepruar. Apo ai cili thërat në khair, nëse bëhet sebeb, shkak për mu udhëzu dikush prej njerëzve, ja merr gjitha sevapet që i ka ky person, duke mos i munguar një personit të udhëzuar si shkak ky person as pak prej sevape. Do të thotë se në Islam Allahu subhanahu wa taala nuk i mangëson as pak njeriut i cili jep mund këtë rast. Dhe se feja Islam është feja thirrjes. Nuk është fe për disa njerëz të veçantë. Nuk është fe e fshehjes. Prandaj në Islam fshehja e diturisë është haram, apo e ndaluar. Dhe i dënuar është ai person i cili fsheh diturin, qoftë prej dietarëve apo qoftë prej nxënësave, qoftë edhe prej njerëzve të thjeshtë. Nuk do të fsheh ata, por duhet të shpërndahet te njerëzit, nga se feja Islam është ilaç për njerëzit. Feja Islam është ilaç për njerëzit, dhe se njerëzit kanë nevojë për Islamin më shumë se kanë nevojë, sikur që ka thënë Imam Ahmedi rahimahullah, për këtë diturin njerëzit kanë nevojë, sikur që kanë nevojë për hajën dhe pijen dhe më shumë, apo më shumë se ajri. Çka e thithin, kanë nevojë njerëzit. Sallallahu alaihi wasallam shumë hadithe kanë nxit për thirrje, me bë thirrje rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Mos prito me i thirr njerëzit me gjuhën tonë, me pamjen tonë, me sjelljen tonë, me një dinar që ka jep në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, me një CD, me një fletushk, me një libër, me një ndim dhe kështu me radhë. A me një abstenim nga mëkati, nga gjunahi, po qoftë bërë mas pakti publikisht mos me bë ata. Ku e zvoglon ti të keqen këtë rast. Kjo është thirrje në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, që kanë treguar se çka është prioritet në thirrje në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith i tha Aliut radhiyallahu anhu, ti tregojsh njerëzve çfarë është haku i Allahut subhanahu wa taala. Cili është haku i Allahut jalla wa ala? Nuk filloj prej hakeve të njerëzve, filloj prej hakut të Allahut subhanahu wa taala. Nga se njerëzit, shumica e njerëzve nuk e njohin Allahun subhanahu wa taala, apo nëse e njohin, iblisi u ka dhënë opium dhe nuk e njohin as pak, apo nuk ju kujtohet dhe janë indiferent ndaj Allahut subhanahu wa taala. Janë ngafila ndaj Allahu jalla wa ala. Prandaj kanë nevojë njerëz mu përkujtu me zveti, sikur që ka ardhur në suratu Al-Asr, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Dhe njerëzit e shpëtuam janë ata njerëzit të cilët besojnë Allahun dhe bëjnë vepra të mira, pastaj urdhërohen me zveti në hajër. I urdhërojnë njëri tjetrin në hajër dhe me durue në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith ja tregon vlerën Aliut radhiyallahu anhu, më së pari. Dhe kjo hadith është argument kundra xhawarijve, të cilët e kanë bërë tekfir Aliun radhiyallahu anhu, dhe ata të cilët e kanë shoh Aliun radhiyallahu anhu prej pasuesve të Muavis, siç e dim do thot për njerëz që e kanë hyje Aliun radhiyallahu anhu. Në këtë rast Allahu jalla wa ala ka mundsuar
Aliut radhiyallahu anhu me shirue. Thabat an-nas, një ashtu në hadith përmenet se njerëzit kanë fet atë natë dhe kanë pas dert se kush ka më kanë ki person. Pra, nga hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtu kuptojmë se besimtari duhet më mundu çdo herë me u tregu tjerëve të vërtetën. Dhe mos më pshef ata dhe më kon njeri që i bëhet sebeb për tjerët duke harxhu sa më pak energji. Por nëse njerëzit nuk kuptojnë, kalojnë në faza të tjera. Sikur që kena përmend se njeri u thret rrugën e Allahu xhallahu ala, pa polemik, vetëm i thret, apo i këshillon njerëzit, apo në fund ban polemik me njerëzit, apo në fund nëse ka fuqi e përdor edhe ata që duhet me përdor në këtë rast prej fuqisë, nga se Allahu subhanahu wa taala ka bërë të ligjshme në fenë vet. Pastaj Hoxha rahimahullah i përmend meselet të cilat nxjerrën nga prej dobive nga kaptina e thirrjes në shahadet. Thot e para, أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله. Thirrja në rrugën e Allahut subhanahu wa taala është rruga e njerëzve të cilët e pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Këtë kanë nxjerrë nga ajeti i surës Yusuf ku u përmend ana wa man ittaba'ani. Ana wa man ittaba'ani. Dhe ata njerëz të cilët më pasojnë mua. Do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në thirrje. Do thotë puna e tij ishte thirrja në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Ana wa man ittaba'ani. Dhe ata njerëz të cilët më pasojnë mua. Prandaj muslimani duhet me bëj thirrje në rrugën e Allahut subhanahu wa taala me çdo mënyrë. Nëse ka të holla apo s'ka të holla. Nëse ka kohë apo s'ka kohë, duhet më mundue me thirrje në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, dhe se feja islame është fe ngardhnjimtare. El islamu ya'lu wa la yu'la. Islami është ai më i lartë dhe nuk ka diçka më të lartë se Islami. Dhe se besimtari duhet çdo herë me ndiku të tjerët. Prandaj thirrsi, zonjoni për neve, duhet me kriju karakter dhe personalitet më të lartë se tjerët. Duhet me kriju personalitet dhe karakter më të lartë se tjerët. Dhe më mundu me ndiku të tjerët. E jo tjerët me ndiku të ti. Ti dush më kanë a i cili i pason qëndrimet islame. Dhe rrin pas principeve islame. Dhe nuk lishon peja s'pak. Në mezhliset të ndryshme. Në pazar, në punën tane, në shkollë, në çdo vend ku je, thërret tamam si duhet dhe banu personi cili udhëheq tjerët e jo që udhëheqës. E jo që udhëheqës për tjerëve. Sikur që mendoj shumë prej njerëzve kur kthehen prej tokave arabe në vendet tona dhe pastaj ndikohen prej sfidave të ndryshme që u paraqiten në trojët e veta. Po duhet të bëjmë person sikur që e ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët dhe çdo pasues i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që është pishtar dhe thret në hak dhe nuk i frigohet njerëzve dhe thotë e fol fjalën e vërtetë. Nga se një mendim nëse fshehet nuk ka mundësi më kuptu të njerëzit. Dhe kjo është tradita e Allahut subhanahu wa taala në tokë ku duhet patjetër njerëzit me shpreh të vërtetën dhe me thonë. Prandaj në Islam, çka quhet ai personi i cili e shpreh të vërtetën? Çka quhet? Shejtan, çfarë shejtani? Mehmet, që s'fol dhe nuk duhet më bëj njëri kështu. Po nëse flet kundër tënd atë shejtan, që flet në këtë rast, asnjëri s'duhet më bën këtë rast në këtë mënyrë, por duhet me thonë të vërtetën, po qoftë edhe njëri më i ulët dhe më i vogël nëse është normal, me hikmet në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, që mos mi isprovu njerëzit me një detyri që njerëzit nuk e dinë. Mirë po, njerëzit duhet të mësojnë me i lidh me Allahun subhanahu wa taala. Se ballë njerëzit janë të lehtë me dunjan dhe të mira tek kësaj dunjas. Po një ashtu, na e na çata të cilët edhe njerëz të udhëzuam, njerëz të xhamisë që duhet mi udhëzu, apo? Nga se na nuk jemi të dhënë gjithë, apo? Kemi mangësi të mëdha në sjellje, në besim, dhe në fiqh, kështu me radhë, pa informatave ndryshme, kemi nevojë që njerëzit më mësuan dhe më treguan dhe më mundu me i përkry njerëzit. Edhe pse njerëz përkrym nuk ka, mirë po duhet më mundu me i përkry njerëzit që mos mesin njolla në këtë rast tek muslimani. Një ashtu, rruga e personave të cilët e pasojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe thirrsat duhet më kanë njerëzit më të paqt dhe njerëzit më të ndershëm dhe njerëzit që mundohen mas pakti me bë kikse dhe gabime në këtë rast, nga se sharja e tij, thyrja e tij në këtë rast, folja e njerëzve për ta, shpesh herë njerëz nuk dinë me bë dallim mes thirrësit dhe islamit, apo? Shpesh herë njerëzit e sulmojnë islamin për shkak të thirrësit, për shkak të njerit i cili përkatësohet në islam. A nuk është kështu? Jo besimtarët në kohën e sotit. A nuk
e sulmojnë islamin për shkak muslimanëve? A nuk kanë drejt disa herë? Kanë drejt disa herë. Nga se shumë prej njerëzve që i thënë vetës musliman, janë ato të cilat nuk falen mas pari, janë ato të cilat ndoshta nuk e dojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam si duhet, dhe bëjnë vepra të pahishme, apo? Prandaj çdo thirrës dhe çdo musliman duhet të mundue me u përkrye dhe me qenë musliman i mirë, por nëse bën diçka të keqe, mshaft jo publikisht. Dhe jo me u ndiku prej komplekseve të ndryshme që vjen shejtani dhe u arrit njerëzve dhe u bën vulkane, ku thot nëse e din Allahu, apo e din edhe njerëzit, jo kështu. Nuk e ka thirrë si kështu. Nga se paksimi i dukurisë më kateve, gjunaheve që i bën, dhe mos publikimi tyre kjo e përmirëson shoqërinë në këtë rast. Njështu, at-tanbihu ala al-ikhlas. Mesela ditë. Vërejtje rreth çështjes së ikhlasit, sinqeritetit. Li'anna kathiran law da'a ila al-haqq fa huwa yad'u ila nafsihi. Në shumë rëndësishëm. Nga se thot shumica për njerëzve, të cilët thrasin në hak, sa më të thonë në batil thot, të cilët thrasin në hak, yad'u ila nafsihi, thrat në veten e tij. Ka shumë për njerëzve, thrasin parimet hakit, thrasin në hak, përmenin fjalë nga Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe folin rregullat tamam që janë të islamit, lexojnë nga kitabu tauhid, lexojnë nga fiqh, e kështu me radhë prej seneve që janë të realte në fen islam. Mirë, po këtu thirrë si shpesh herë ballafaqohet me një sen tjetër, që ku të vinë intereset e islamit dhe intereset e tij personale i e përparësi intereseve të tija personale. Dhe nëse thret që të bëhet i njohur ai, dhe në këtë rast ta njerëz janë parazita. Këta njerëz janë parazita të cilët ngjiten me drojt dhe rriten me kalimin e kohës. Islami është i lartë, është i paçt, është i lavdruar, është i madh. Dhe këta njerëz nuk mundin të mohuë. Mirë, po njerëzit të cilët thrasin në islam shpesh herë nuk dinë me dallu këta sene, prandaj njeriu duhet me pastru jetën e vet, dhe ndonjëherë nëse gabon duhet me pranu gabimin e vet. Ndonjëherë nëse gabon duhet me pranu gabimin e vet dhe duhet me pranu këshillën në këtë rast, e jo me kanë prej personave që është kryeneç dhe çon inati dhe thërat në veten e vet. Thërat në veten e vet. Prandaj shpesh herë njerëzve u përzihen këta sene. Apo thënë, o hoç, na shkojmë të filani për njerëzve, edhe ai përmend Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po vim te ti, edhe ti thuaj që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk din gratit me dallu këtë rast, çka është e vërteta, cila është e vërteta, se gjithë e përdorin hakun. Mirë, po pse e përdor hakun këtë rast? Pse e përdor ajetin dhe hadithin që janë hak? Mirë, po ç'e përdor ai? E përdor shpesh herë dikush për njerëzve ta ngrit veten, ai i cili mundohet me ngrit veten, çka i bën Allahu subhanahu wa taala? Wada'ahu Allah. Allahu e nënshmon ata, që është kuptimi i kundërt i hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë: "Men tawadha'a lillah rafa'ahu Allah." Kush bëhet modest e ul veten për Allahun subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala e ngrit. Dhe kuptimi i kundërt, kush thërat për njerëzve me hak në veten e vet, wada'ahu Allah, Allahu subhanahu wa taala e nënshmon këtë person, nga se shumë për njerëzve mendojnë se ata janë shkaku kryesor pse janë të njohur, pse kanë pozitë dhe kështu me radhë, dhe se është prej zotësisë tyre. Jo. Prandaj duhet me pas kujdes që njeriu mos me thirr në veten, po me thirr tek Allahu subhanahu wa taala. Me thirr tek Allahu subhanahu wa taala. Nga se gjithë sektet në islam që ka, edhe tjerë bile ka prej feve ndryshme, e përdorin islamin, apo? A nuk janë Jehovat që përdorin ajete në për librat e veta? As përdorin ajete? Përdorin ajete? Pse përdorin ajete? Ku thrasin të kush? Thrasin në partinë e vetët. Dhe gjithë tjerë pastaj përdorin hak, mirë, po qëllimi i njerëzve është në këtë rast që njerëzit të pasojnë dika tjetër. Një ashtu thot e treta, enë al-basirata min al-faraid. Syqelsia dhe dituria ishin prej farzeve. Ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, unë thras dhe ata të cilët më pasojnë mua, më pas. Ila Allah tek Allahu subhanahu wa taala, me çka? Me syqelsi dhe dituri. Me këtë ka thirr Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe thirr sa të tjerë do të më thirr në këtë mënyrë që kena përmend se prej rukneve kryesore
të sinqersisë është që njeriu ta njeh fen e Allahut subhanahu wa taala tamam si duhet me argumente nga Kurani, Suneti dhe ixhmaja, dhe ta njeh realitetin, që mos bëhet për njerëz që mashtrohet. Që mos bëhet për njerëzve që mashtrohet shpeshherë, nga se ka urrejt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që të mashtrohet, apo sikur që ka thënë hadith, la yuldagu al-mu'minu min juhrin wahidin marratayn, nuk ka fshohet besimtari dy herë për një virë. Nga se muslimani është i qel dhe i din dhe i shef senet, edhe pse mundohet dikush për njerëzve me i mashtruhe. Njashtu e katërt thotë, o min dalaili husni tauhid, prej argumenteve të mirësisë së tauhidit, an tanzihu Allah ta'ala anil musabbah, është pastrimi Allahut subhanahu wa taala nga fyrja e fyrsave. Shumë njerëz e shohin Allahun xhalla wala, e përkatësojnë në diçka të keqe Allahun xhalla wala. Në Islam të na është e lehtëshme që themi subhanallah, apo ku e pastrojmë Allahun xhalla wala, ku e pastrojmë Allahun subhanahu wa taala, dhe e bojmë Allahun subhanahu wa taala që nuk i ka këtë cilësi, dhe ja largojmë të cilësi prej Allahut subhanahu wa taala, dhe se ato cilësi i takojnë njerëzve jo Allahut subhanahu wa taala, dhe se çdo sen prej përkatësimeve që i bën Allahut subhanahu wa taala, të cilat sene i kanë krijesat, kjo është fyrje për Allahun subhanahu wa taala. E quajtën njerëzit fyrje këta? Çame apo nuk e quajtën njerëzit çame këta? Apo e quajtën njerëzit çame apo jo? Nga se të krishterët, nëse i thua atyre se Allahu subhanahu wa taala më përshkruaj se ka grua, është shame kjo, ato thonë nuk është shame kjo. Në realitet çka është? A nuk është shame kjo? A nuk është shpifje për Allahun subhanahu wa taala? Apo me shpif një ashtu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E pesta thot an min qubhi ash-shirki kaunuhu masabbatan lillah. Prej të këqijave të shirkut është ajo se përmban në veti fyrje të Allahut subhanahu wa taala. Shirku përmban në veti fyrje të Allahut xhallahu ala. Nga se ai person i cili i ban ortak Allahut subhanahu wa taala duke i bën veprat e veta për dikën prej njerëzve, në këtë rast Allahu subhanahu wa taala meriton vetëm adhurimin dhe atë vepër, kjo është fyrje për Allahun subhanahu wa taala. Nga se ndet shqohen sa është i madh personi, apo sa ka autoritet, kush është ai? Na dim se kush është Allahu subhanahu wa taala në dilin ton. E dim shumë mirë çfarë emër dhe cilësi ka Allahu xhallahu ala, dhe çfarë fuqie ka Allahu subhanahu wa taala, dhe sa është meritor për adhurim, dhe njerëzit i përshkruajnë dikujna prej njerëzve çat cilësi të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është fyrje. Prandaj shumë prej njerëzve nuk e kuptojnë kur i bëjnë disa sene të cilat ndoshta në shqeqim parë nuk duken kësia, apo në aspektin material nuk janë bombë atomike ata, mund pa një këpur dhe madhe që duket dhe i shkatron njerëzit, jo. Mirë, po kjo është dami i ditës së gjykimit. Damin ka më pa më shumë ditën e gjykimit ky person. Pse? Ka bo keq për Allahun subhanahu wa taala. Ka fol keq për Allahun subhanahu wa taala. Prandaj kur njeriu për shembull i jep ligjvënien me nxjerr ligje dikush tjetër pas Allahu xhallahu ala, në këtë rast kjo është e shame për Allahun subhanahu wa taala. Dhe njeriu kur i jep votën filan partijës, që ajo parti pastaj të hynë parlament dhe të ketë deputet dhe koordinator, dhe pastaj të japin amandamente ndryshme dhe me ndryshu ligjin e Allahut subhanahu wa taala që janë dakord në këtë rast ata, ti nuk je prej njerëzve që e ndihmuar në këtë rast. A se kisha Allahun subhanahu wa taala me votën tonë? Kjo është kuptimi i asaj. Dhe se njerëz mendojnë se ku të futet votën në kutinë këtë rast, mendojnë se ka me dalë diçka prej eksploziv prej kutis. Nuk del kur gjo. As del diçka që u prish imani jot, as nuk shkruan kafir tuas. Kur gjo s'del. Mirë, po këto sene kanë më kanë ditën e gjykimit. Prandaj njëri nuk guxon mi bë. Shumë prej seneve të ndryshme nuk guxon njeriu mi bë, se përndryshe i shkon imani vet, dhe kjo është fyrje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Po të gjashta, wa hiya min ahammiha, që është prej pika më rëndësi, ib'adu al-muslimi 'an al-mushrikin la yasiru minhum walau lam yushrik. Largimi i muslimanit prej mushrikëve, edhe nëse nuk bëhet për ative, nuk guxon njeriu me ne thot me ata. Largimi i muslimanëve prej mushrikëve. E nxjerr nga fjala e Allahut subhanahu wa taala ku ka thënë: "Wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin." I pastër dhe i latë madhëruar është Allahu xhalla wa ala. Dhe unë nuk jam prej mushrikëve. A ka nevojë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me thonë nuk jam prej mushrikëve?
Na nuk e dim se nuk është për mushrikëve, apo? A nuk është koka e muahidinëve, e njësuesve të Allahu xhallahu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Mirë, për më këta do më na mësu neve se o ju thirrsa, të cilët pretendoni se jeni në rrugën teme. Më mas, nuk guxoni më kon bashk me mushrikët duke pretenduar se keni më bë thirrje. Apo? Që bëjnë shumë njerëz në kohën e sotit. Nuk pritojnë me kon me armiqtë të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kinse me pretekste të thirrjes në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. A nuk u bëhet kjo? Prandaj këta ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, s'ka ndonjë dobi tjetër nga kjo. Kjo është qëllimi i kësaj, këtë rast që thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në fjalët e Allahut subhanahu wa taala, wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Dhe i latë padrun dhe i pasër është Allahu xhallahu ala nga që i përshkrujnë mushrikët, wa ma ana min al-mushrikin, unë jam prej mushrikëve as pak. Po ashtu prej dobive thot, kaunu at-tauhidi awwal wajib. Të çelët e tauhidit obligimi i parë. Obligimi i parë, farzi i parë është tauhidi. Siç nxjerrët kjo nga hadithi Muadhit radhiyallahu anhu. Dhe shumë ajete tjera. Pa tjetër besimtarët me pas të fiksuar në kokën e vet se tauhidi, njësimi Allahu xhallahu ala në çdo aspekt, jo më një aspekt, në çdo aspekt, në rububiyye, uluhiyye, asma wa sifat, hakimiyye, kështu më radh, gjitha duhet në gjitha aspektet më kanë farzi i parë tauhidi, njësimi Allahut subhanahu wa ta'ala. Pikë tjetër, an yabda bihi qabla kulli shay'in hatta as-salat. Të fillon me tauhidin para çdo senit, para namazit. Edhe para namazit ka na obligimi i tauhidit. Duhet patjetër njeriu më mundu njerëzve me transmetu kuptimet e tauhidit. Nuk është kusht me mësu definicionet. Çdo njeri apo ka obligimi mësua xhallart, talebet, njerëz që duhen me ditë më shumë për Islamin, në mënyrë akademike. Më tjerë për njerëzve e kemi obligimi u transmetu kuptimet e tauhidit njerëz. Me u tregu se çka është rububiyye. Se mushrikët kanë besuar pjesë boll të mirë të rububiyyes, ama uluhiyyes kanë pas. Në veprat e tyre kanë qenë muahidun, që kanë njësuar Allahun subhanahu wa taala. Dhe në këtë mënyrë besimtari duhet të transmetuar tjerëve para namazit, para zakatit dhe para çdo senit. Anna ma'na an yuwahhidu Allah ma'na shahadatin la ilaha. Në hadithin e Muadh bin Jabalit ka ardhur dy transmetime. Të thëratsh në rrugën e Allahut duke thirrë në shahadatin la ilaha illallah, në transmetimin tjetër ka ardhur an yuwahhidu Allah, të njësohet Allahu subhanahu wa taala. Që do thot kuptimi i shahadetit është njësimi i Allahut subhanahu wa taala. Nga se transmetimet e komentojnë dhe përkrahin njëra tjetrën. Prej pikave një ashtu, anna al-insana kad yakunu min ahli al-kitab wa huwa la ya'rifuha au ya'rifuha wa la ya'malu biha. Njeriu thot ka mundësi me kom prej ihtarëve të librit, mirë po nuk e din vërtetësinë apo domethënien e shahadetit. Ka mundësi me kom prej ihtarëve të librit, përkatësohet në Taurat dhe Injil dhe Zabur, dhe në librat të cilët Allahu subhanahu wa taala ka zbrit pejgamberëve të vet. Megjithatë, kjo nuk i bën këta njerëz më kon prej njerëzve që e njësojnë Allahu subhanahu wa taala. Po prandaj kishte nevojë me shku Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu me i thirr në rrugën Allahu subhanahu wa taala. Kjo pikë një ashtu në ban me dije kundërshtimin që duhet më u bë shumë prej njerëzve në kohën e sotit prej qafirave, jo besimtarëve të cilët mundohen në kohën e sotit me i bashku fet. Me qëllim kur e shohin se Islami është duke dhënë hav të madh dhe se Islami ka hyrë në zemrat e njerëzve më të madhe në kohën e sotit, dhe se Islami është në rritje, e krishterizmi dhe fe tjera në zvoglim në kohën e sotit, e shohin rrezikun për Islamit dhe mundohen me bë me muslimanët në thojza në kohën e sotit prej munafikave të mëdhej që janë me ata, mundohen me bë bashkimin e feve. Prandaj i shef udhëhecët ative kur shkojnë te jehudit bëhen jehudi, kur shkojnë te krishterë, dhe kur vinë te muslimanët ju lexojnë ajete, po. Kur vinë te muslimanët u lexojnë ajete dhe muslimanët në thojza të cilët e kanë Islamin si përfaqësor i besojnë kësaj rrejnë që thuhet vetëm me një fjalë që thuhet në kohën e sotit. Ku disa i lexon disa fjalë për ajeteve të Allahut subhanahu wa taala la'ini i mallkumi në kohën e sotit. Po ashtu thot at-tanbihu ala at-ta'dhimi bit-tadrij. Vërejtje për çështjen e mësimit
të tauhidit apo të fesë islame shkallë, dhe kjo është me rëndësi shumë për thjerësi. Nëse na falim për tauhidin apo mësojmë shumë land tjera, njëri prej neve prezanton derse më shumë dhe lexon diçka prej librave që janë përkthyer në gjuhën shqipe më shumë, e kështu me radhë. Nuk është kusht çdo sen që ka lexon ti me dal në fushë me i tregu njerëzve, apo. Por duhet me i tregu njerëzve në etapa. Në etapa e tregon të parën dhe nuk guxon ki njeri të cilin e thërat, nuk guxon ti me ia tregu të dytën pa ia tregu të parën. Asesi. Nga se si ban dobi në këtë rast. Dhe se në Islam ka rënë, sikur që ka rënë në punë tjera. Prandaj tregon tauhidin, pastaj tregon namazin, pastaj zakatin dhe kështu me radhë prej seneve që u treguan njerëzve. Al-bada'atu bil aham fal aham, një ashtu prej pikave është të fillojmë prej seneve të cilët janë shumë me rëndësi, më me rëndësi se disa sene të cilat nuk janë shumë me rëndësi. Dhe këtu një ashtu njeriu i cili ka frikë Allahut subhanahu wa taala dhe është nasuh që i këshillon musliman dhe u adon muslimanëve dhe njerëzve në përgjithësi të mirën, fillon prej seneve më me rëndësi. Dhe kur i shef njerëzit, kur i thirr rrugën e Allahut subhanahu wa taala, na duhet të mëkon prej njerëzve sikur që e shën xhenem apo. Kështu Allahu subhanahu wa taala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar: "La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin." Ti do të shkatrosh veten pse nuk po bëhen musliman. Në këtë rast, kështu të mëkon muslimani kur i shef tjerët dhe në këtë mënyrë e shef personin dhe fillon prej pikës më me rëndësi. Dhe nuk bëmi asesi prej njerëzve të cilët nuk kanë durim. Ka se jërësisht Allahu Jalla ala ka të regu wa tawasaw bis sabri, se njerëzit me pas sabër. Ku të takosh me njerëzi, ku të folish me njerëzi. Në punë të dunjas njerëzit rrokën. E çka thu për fejnë Allahut ku e kanë shejtanin më shumë dhe epshin e kanë më shumë, e kështu më radhë. Në këtë dush me pas sabër, me durue që ti udhëzosh njerëzit, posaçërisht nëse i shef se janë njerëzit sinqert, kanë cilësi të udhëzimit në këtë rast, ban durim me ata derisa ta udhëzon Allahu subhanahu wa taala. Edhe mos u ban prej njerëzve që jeni shleper, që shkarkohesh. Në këtë rast, prej informatave vetëm, dhe ja tregon njerit dhe usës puna jemi, jo kështu. Po e jep me rëndësi çka është prej informatave dhe nuk jep informatat të cilat nuk janë me rëndësi për momentin. Një ashtu në hadithet e Muadh bin Jabalit kuptuam masarif e zakat, se ku duhet me shpërnda zakatin, ku? Te fukarat, ku tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej të pasurve tek fukarat. Keshful alimi shubhata anil mutaallim. Një ashtu thot prej dobive që nxjerrim, thot hoxha, dietari apo njëri që din e ka për obligim me ja zbulu në këtë rast apo me ja largu dyshimin njerëzve. Shpesh ka mesele që janë të thjeshta dhe të qarta, mirë po ka mesele të cilat janë më delikate dhe duhet njeriu me ja tregu njerëzve, duhet me pas sabër që me ja largu njerëzve dyshimet. Prandaj duhet me kuptuar çdo njëri prej neve se çdo njëri prej neve nuk është i Zotit me ja largu njerëzve dyshimet, por duhet mos pari me pas sabër, me ditë me fol normal, dhe me ditë me shpreh e kështu me radhë. Dhe me kon hafidh me ditë përmend argumentet kur flet në këtë rast. An-nahyu an kara'im al-amwal. Po ashtu njeriu duhet mundal thot kur merr pasurinë e zakatit prej njerëzve, mos ia marr më të mirën, normal mos ta marr edhe më të keq. Por sikur që është rruga e Islamit e mesme. Ittiqa'u ad-da'wati al-mazlum. Po ashtu nxjerrim thot se njeriu duhet të ruhet prej lutjes se njerit të cilit i është bërë zullum. Mund është me kanë musliman shumë i mirë. Mund është me kanë mujahid. Mund është me kanë hoxh. Mund është me kanë musliman i mirë shumë, mirë po mund është me bërë zullum dikujt për njerëz. Dhe ki kujdes. Edhe pse është shumë musliman i mirë, ka mundësi me të godit e thirrje, lutje që e bën njëri prej njerëzve të cilët i bërë zullum. Prandaj muslimanët me pas kujdes, mos me bërë zullum tjerëve nga se siç përmeni pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se nuk ka hijab perde mes lutjes së personat të cilët i bërë zullum dhe Allahu subhanahu wa taala. Ikhbaru bi annaha la tuhjab. Na lajmëroi thot neve se ajo nuk pengohet as pak, do thot pranohet 100%. Po ashtu thot, "Wa min adillati at-tauhid ma jara ala sabil al-mursalin wa sadati al-anbiya'i min al-mashaqqati wal-ju'i wal-waba." Prej argumenteve të tauhidit është ajo që ka ndodhur pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala gjatë historisë dhe pasuesve të pejgamberëve prej uris
persekutimeve dhe mundimeve dhe kështu me radhë. Siç e dimë se Allahu subhanahu wa taala librin e vet ka treguar shumë për mundimeve që u kanë ndodhur pejgamberëve të Allahut. Pse u kanë ndodhur pejgamberëve këto mundime? Çfarë kanë pasur pejgamber? Kanë qenë njerëz të akuzuar për çka? Kanë qenë njerëz të pastër, po. Këta njerëz kanë qenë të pastër, mirë po. Këta njerëz u kanë prish qefin njerëzve. Këta do me vështirësi. S'duhet me prituam ja u prish qefin njerëzve. S'ban mi lan rahat njerëzit. Por duhet mu aprish besimet dhe gjendjen që e kanë njerëzit në këtë rast. Duke mos u frikua as pak. Dhe kjo është prej sendeve që në këtë rast çdo njëri prej njerëzve don me net I qetë. Dhe pejgamberët e Allahut kanë dashur. Edhe thirrsat në fen islame kanë dashur. As pari, ki islam që ka ardhur te na. Në çfarë forme ka ardhur? A ka sebeb dikush për njerëzve që ka ardhur? 100% po. 100% po. Ti nuk dush më kanë këtë rast për njerëz që jep zakatin e diturisë që shpërndan të njerëzit. 100%. Dush më kanë për ative. Dhe s'duhesh me pritu në këtë rast. Duke u dhënë pas luksuzeve dhe komoditetit. Sikur që jepën shumë për njerëzve. Kanë merak me u tregu e vërteta mirë po as një kime prej trupit vetë mos t'i mungon. A ban kështu? Nëse selefi kanë thënë të kundërtën. Selefi e kanë thënë të kundërtën. Kisha pas merak kanë thënë. Që Allahu subhanahu wa taala të adhurohet, të bëjmë sebeb unë, wa an uqrada bil maqarid dhe të nxjerrat mishi mu prej kocit me kërhan të hekrit. Pse? Për Allahu subhanahu wa taala. Dhe se muslimani nuk e lip këta, mirë, por nëse I ndodh, duron në rrugën e Allahut dhe nuk e ndron parimin e vet në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë do t'i jap nesër flamurin njërit prej njerëzve që ja don Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam deri në fund të hadithit, kjo është prej shenjave të pejgamberisë kujna Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ku e përmendë se do ta çliron Khayberin. Para kohë diti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se do ta çliron. Po ashtu tafluhu fi aynayhi. Pështima e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u bë ilaç në këtë rast. Nga se e dim shumë mirë se trupi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka bereqet. Trupi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka bereqet. Nëse sot e kemi një kime të vërtet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai shkon për neve shumë më mirë se disa hadithe, po, sikur që ka thënë Shaukani rahimahullah. Dhe prej asaj kemi mundësi me ushëru, me përdor si ilaç dhe me përdor si bereqet kështu më radh. Mirë po, jo sikur që bëjnë disa vene ku marrin kime dhe nuk dihet a është e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se kjo është sikur hadithet, apo, duhet të pas zinxhir të vërtet deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka trasë besohet. Shumë për njerëz i bëjnë. Dhe pështime e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë rast është bosh I shërim për Aliun radhiyallahu anhu. Në hadith thot kuptojmë fadilatu Aliin, vlera e Aliut radhiyallahu anhu. Edhe pse Aliu radhiyallahu anhu më rënditi cili është prej sahabëve me vlerë? I katërt e I tretë? I katërt. I treti nëse thëna bash Shia, nuk bash Rafidha. Apo? Se Rafidhit janë të cilët e bëjnë tekfir, qafir, Abu Bakrin dhe Umayrin radhiyallahu anhu. Fadlu as-sahabati fi tilka al-laylati wa shughlihim. Thot vlera e sahabëve nga se janë marrë atë natë kanë natën me mesele të cilat kanë dashur më kanë dikush prej atyre personave që e don Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. El-imanu bil qadar li husuliha liman lam yasa' laha wa man'uha aman sa'a. Thot njashtu pajtimi me kaderin, nga se sahabët janë pajtuar me ata çfarë cakton Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë rast. El-adabu ala rislika. Dhe njashtu nxjerrim edebin që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nisu ndargadal për në Khaybar. Ad-da'watu ila al-islam qabla al-qital. Po ashtu nxjerrim thot thirrjen në islam njerëzit para se ti lufton në këtë rast Aliu radhiyallahu anhu. Sikur që mëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aliun dhe shumë hadithe tjera sikur që ka ardhur në islam se bën thirrja dhe nëse ata persona bëhen musliman, a ka nevojë për luftë? Nuk ka nevojë për luftë në këtë rast. أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. Dhe se kjo është e lehtëshme në islam para se në luftuar ata persona të thirrën në islam. الدعوة بالحكمة njashtu thirrja me hikmet dhe urtësi. أخبرهم بما يجب ku I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej hikmetit në këtë rast është lajmëroj për obligimin e tyre
ndaj hakut të Allahut subhanahu wa taala. Al-ma'rifatu bi haqqillahi fil Islam, njohja e hakut të Allahut në Islam, po ashtu thawabu man ihtada ala yaday, e kuptuam thot shpërblimin se çfarë shpërblimi ka nëse bash sebeb me udhëzu njëri për njerëzve, dhe e fundit al-halifu ala al-futya. Në këtë rast fatfa do thot kam pranuar sahabët prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe me këta përfundojmë këtë kapitull, sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. والحمد لله ولا